Ambientet e qendrës për zhvillim Agim Luka, një hapësirë e re që po shndrohet me shpejtësi në një pikë takimi për ide, kreativitet dhe bashkëpunim, u mbajt sot ceremonia e ndarjes së çmimeve për Olimpiadën e gjuhës angleze, Hippo Contest 2026. Ky aktivitet mblodhi nxënës, prindër dhe mësimdhënës. Merita Aliçka Jelezi, menaxherja e qendrës, ndau më shumë detaje. Faleminderit shumë edhe kompanisë Dugagjini House, të cilët na kanë dhënë mundësinë me mbajtë këtë aktivitet në këtë objekt të mrekullueshëm. Gara Hippo Contest është një garë gjuhës angleze, e cila nivel botëror zhvillohet që nga viti 2012, por ne si shtet i Kosovës është viti i 5 me radhë që na po marrim pjesë, edhe po e përfaqësojmë Kosovën në nivel botëror me nxënësit tanë të mrekullueshëm, ku edhe këtë vit në këtë garë kanë marrë pjesë 850 nxënës nivel Kosovës nga të gjitha komunat, dhe tani është sot ceremonia finale ku do t'i ndajmë çmimet dhe certifikatat për nxënësit pjesëmarrës në këtë garë. Kjo olimpiad tashmë është kthyer në traditë, ku çdo vit përzgjidhen nxënës të talentuar që arrin rezultate të larta dhe vazhdojnë garën në shtete të ndryshme të Evropës, duke përfaqësuar Kosovën. Kjo garë është për nxënës të shkollave fillore dhe shkollave të mesme, nga klasa e parë deri te klasa e 12, dhe ne kemi pas nxënës nga të gjitha kategoritë garuese. Dhe tashme do me thonë është ceremonia finale, kur fillimisht këta nxënës ju kanë nënshtruar testeve në 2 raunde fillestare, të cilat kanë qenë në raundi i parë që përmenda që kanë marrë pjesë 850 nxënës, pastaj në finalen shtetërore kanë marrë pjesë 210 nxënës, dhe nga këta 210 nxënës, 45 prej tyre janë kualifikuar për gjysmëfinalen evropiane, e cila do të mbahet në Venecia të Italisë, ku do të udhtojmë bashkë me ta nga data 17 deri në 20 maj. Një mbështetje të rëndësishme për këtë aktivitet dha dhe shtëpia botuese Dugagjini. Erza Mati nga shtëpia botuese Dugagjini theksoi rëndësinë e krijimit të një bashkëpunimi të qëndrueshëm mes mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve. Fillimisht po dua me ju uru për këtë sukses, pavarësisht finalistëve dhe gjysmë finalistëve. Vetë angazhimi në këtë garë tregon përkushtim dhe tregon një iniciativë për me i zgjeru dijet e juaja. Ju përgëzoj për guximin dhe për qëllimin për me sfidu veten sa ma larg, dhe kjo tregon shumë për të ardhmen e juaj. Si shtëpi botuese Dugagjini, jemi gjithmonë të hapur për të mbështetur iniciativa të tilla, për përkrahur arsimin në çdo fush, në çdo ditë, në gara si kjo, në iniciativa të tjera të cilat ndikojnë në rezultate të dukshme dhe ato që do t'i shohim më vonë. Gjatë ceremonisë u ndan çmime dhe mirënjohje për nxënësit që kanë kaluar me sukses fazat e garës, duke siguruar pjesëmarrje në finalen e madhe. Fituesit do të përfaqësojnë Kosovën në finalen ndërkombëtare që do të mbahet në Venecia gjatë muajit maj. Gëzimi dhe krenaria reflektoheshin qartë në sytë e prindërve dhe fëmijëve, për të cilët kjo është një përvojë e veçantë dhe motivuese. Kam fitu vendin për në Itali, Venecia, dhe këto çmimit dhe libra. A ke qenë ndonjëherë në Itali, në Venecia? Jo. Qysh po e pret këtë eksperiencë? A je i lumtur? Po. A je bo gati? Po. Këtu pranë e kemi edhe prindin, se mundesh me u prezantu fillimisht? E triti, baba i Ronit. Si ju duk kretë kjo ngjarje sot, dhe cili është ai impresionimi juaj, ndoshta për përshtypjet e tua për këtë ngjarje? Po ishte një organizim mjaft i mirë, të gjithëve ju uroj për arritjet e bëra në këtë event, mendoj që do të jetë një eksperiencë e paharruar. Faktikisht është hera e tretë, domethënë që Elsa me pjesë në të njëjtën garë. Herën e parë, domethënë në 2024 ka qenë vetëm në finalen brenda në Kosovë, vitin e kaluar ka qenë gjysmë finale në Venecia, e këtë vit është kualifikuar për në finalen Spoleto në Itali. Olimpiada e gjuhës angleze Hippo Contest pritet të vazhdojë të jetë një platformë e rëndësishme për zhvillimin e të rinjve dhe përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.